Ndodhemi pikërisht e porta inseneratorit Fierit, vend grumullimi i vetëm i mbetjeve për të gjithë qarkun. Këtu sjell mbeturina duke filluar nga Ballshi, Roskoveci, Patosi, Fieri, Lushnja, Divjaka, të gjitha vinë këtu. Ende nuk është vënë inseneratori në punë, inseneratori ndodhet i sekuestruar në Hetin, Spaku po bën punën e vet. Ndërkohë grumulli i plerave është krijuar në një mini kodër minimal, çfarë mund të quhet. Makinat vazhdojnë të sjellin. Ishte një moment për të afrohemi pak më tutje, është peshoj, ja? Kjo makina, mbasi është peshuar makina, po ripeshohet tani, ka derdhë dhe po ripeshohet përsëri. Pra kjo është situata dhe askush nuk jep një përgjigje. Bashkia e Fierit ka krijuar një ndërmarrje për menaxhimin e mbetjeve, por askush nuk jep informacion se çfarë po ndodh realisht. Çfarë do ndodhi me atë marrëmbetjesh, si do të përpunohet, nëse do të riciklohet, nëse do të digjet, nëse do të vendoset në punë inseneratori. Inseneratori është tamam një patate e nxehtë që askush nuk do ta preki. Madje nuk do që të përmendet fare. Megjithatë, gjithë kjo heshtje nuk zgjidh problemin, sepse plerat vazhdojnë akumulohen dhe ky do të jetë një minë mesaat, një bombë ekologjike e cila pritet të shpërthejë nga çasti në çast. Plerat në vëri janë kthyer kështu në një malndotje, ndërsa impianti i Fierit i ndërtuar për djegjen e mbetjeve nuk ka funksionuar kurrë si insenerator. Kontrata e partneritetit publik-privat për menaxhimin e mbetjeve në qarkun Fier ka hyrë në fuqi në vitin 2016 dhe është prezantuar si zgjidhje përfundimtare e krizës së plerave. Sipas kontratës, impianti duhet të ishte funksional në vitin 2021 me djegje të mbetjeve dhe prodhim energjie. Por në praktik kjo nuk ndodhi. Mbetjet u depozituar në territorin e impiantit, i cili funksionoi si landfill. Banorët e fshatit Vëri raportuan erë të fortë dhe grumbullim masiv mbetjesh, ndërsa shqetësimi kryesor mbetet ndotja e ujrave dhe tokave bujqësore përreth. Në mars të vitit 2022, SPAK sekuestroi impiantin dhe arrestoi 20 persona, përfshirë ish-ministrin e mjedisit Lefter Koka dhe zyrtar vendor. Megjithatë, edhe pas sekuestrimit, depozitimi i mbetjeve vazhdoi dhe mali plerave u rrit. Në qershor të vitit 2023, administratori emëruar nga shteti vendosi një tarif 12 euro për ton për depozitimin e mbetjeve. Bashkitë që nuk paguanin u bllokuan, duke detyruar Patosin dhe Divjakën të ktheheshin përkohësisht te fushat e vjetra të plerave. Në janar të vitit 2024, bashkitë morën administrimin e zonës së depozitimit, ndërsa inseneratori mbeti jashtë funksionit. Në prill të vitit 2024, Bashkia Fier krijoi një shoqëri publike për menaxhimin e mbetjeve. Vendimi marrë në një mbledhje me dyert të mbyllura, që shkaktoi reagime dhe akuza për mungesë transparence. Procesi gjyqësor ndërkohë mbetet i hapur. Në tetor 2025, gjykata e lartë prishi vendimin e apelit. Ndërkohë procesi gjyqësor mbetet i hapur. Në tetor 2025, gjykata e lartë prishi vendimin e apelit të gjykatës ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe urdhroi rigjykim, duke zgjatur më tej çështjen. Sot në janar 2026, impianti i Fierit nuk djeg asnjë gram mbetje. Zona përdoret si landfill, ndërsa banorët e fshatit Vëri përballen çdo ditë me ndotje dhe erë të rëndë. Qytetarët vazhdojnë të paguajnë për një insenerator pazjar, por deri kur?